Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të ndarë lajmet më të fundit. Dua të ndaloj tani te një dyshe që në fakt ka qenë shumë e komentuar, Grida Duma dhe Ledion Liço. Ne kemi komentuar për një kohë të gjatë një lajm që Grida Duma ka patur një përplasje të madhe në televizionin Top Channel, ka patur konkretisht përplasje me dy motra të hoxha, do me thënë Grida është larguar nga Top Channeli, nuk do t'jetë më në Top Story. Në anën tjetër kemi parë edhe lëvizjet e Gridës që në fakt nuk kanë qenë lëvizje që Grida po largohej, por së fundmi është folur edhe fakti që Grida ka marrë një pozicion nga qeveria Rama dhe do të lërë televizionin dhe do të jetë pjesë e këtij pozicioni. Por në një video sqaruese, do me thënë Grida Duma ka sqaruar të gjitha këto thashethemet që në fakt janë bërë për të dhe siç duket ishte prekur jashtëzakonisht shumë që Grida do të ishte pjesë e qeverisë Rama, një gjë të cilën në fakt nuk e pranon. Por nga informacione që ne do me thënë morëm nga lajmi që dha Grida do vazhdon të jetë në Top Story dhe do të jetë shumë fuqishëm. Do me thënë e kam thënë gjithmonë, në qoftë se ka një krisje në tavolinë, krisje të mendimeve, të ideve se si do të vi formati i emisionit, nuk do të thotë që duhet larguar. Por kjo gjëja ka sjell një fotografi që në fakt mua më ka marrë shumë vëmendjen, që e ka postuar Ledion Liço. Nëse do të hedhim një sy në Instagramin e Ledionit, do të shohim që Ledioni ka nxjerrë një fotografi me selfie me veten e tij, por në sozi të ndryshme, që në kupton, do me thënë Ledioni thot, a jeni gati për të parë një diçka shumë të madhe? Çfarë po ndodh brenda këtij televizioni dhe pse ka ndodhur gjitha këto ndryshime? Do me thënë, kam arritur të kuptoj në mënyrë të detajuar. Televizioni Top Channel këtë vit do të vi, do me thënë këtë shtator do të vi krejt ndryshe nga shtatoret e tjera, që nga Luizeli që do bëj namin me emisionin e tij, ma besoni, deri tek emisionet më të parëndësishme që në fakt kanë qenë për publikun, apo më pak të ndjekura do të vinë më ndryshe. Fotografia që ka nxjerrë Ledioni është fotografia se po vjen një rrugë shumë e gjatë dhe do të kemi ndryshime të bukura, por formacione shumë të fuqishme. Heidi Baci përfundimisht do me thënë ka zënë një vend të rëndësishëm, Luizi vjen me emisionin e tij, Grida vjen më fuqishëm se kur, Agron Llaka i rikthehet në pozicionin në Portokalli, Salsano merr rolin që ka patur, që ka qenë një nga rolet më të bukura, do me thënë rikthehet nostalgjia e bukur dhe e gjitha kjo është fal punës së madhe që kanë bërë motrat Hoxha dhe Ledion Liço. Do me thënë duke qartazi që Top Channel këtë vit do të vendoj këmbë.